Ne nuk e diskutojmë fare që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë superfuqi. Ne nuk e diskutojmë fare që ndoshta operacionet ushtarake që bën Shtetet Bashkuara janë aq perfekt sa që ja kalojnë bukurisë edhe filmeve të Hollywoodit. Për nga performanca dhe për nga ekzekutimi. Çështja nuk është as tek personaliteti i Maduros. Sigurisht që ai është një njeri që ka vjedhur zgjedhjet në 2024. 2019 ka vrarë 20.000 vetë dhe grupet drejta të njeriu thanë që janë krime kundër njerëzimit. Por nga korriku deri tani Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë ndryshuar qasjen ndaj Venezuelës dhe ky është thelbi i debatit. Ka ndodhur në kohën e Chavezit. Kohën e Chavezit në vitin 2002, Chavez i akuzoi Shtetet Bashkuara të Amerikës që mbështetën gru shteti. Në 2007 ndërpreu marrëdhëniet dhe dëboi gjitha kompanitë amerikane nga Venezuela. Domethënë marrëdhëniet kanë qenë tensionuara. Pse po ndodh me Chavezin? Dhe është vërtet çështja e një diktatori ose një njeriu narkoshteti. E përmendi pak zoti Hila, qëndrojmë tek pjesa si ndodhi dhe çfarë raporti duhet të ketë fuqia me drejtën. Se po të shkoj historia që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë fuqi, nuk janë vetëm fuqi. Mund ta bëj nesër Kina me Tajvanin këtë. Mund të marrë liderin e Tajvanit ta marrë zvar. Mund ta bëj Putini me Zelenskin. Mund ta bëjnë shtete tjera. Çështja është ajo që ka bërë diferencën, mendoj unë, Shtetet Bashkuara të Amerikës si superfuqi. Po edhe perëndimit ishte raporti që kishte fuqia me të drejtën. Kjo ishte historia. Tani ky akuzon, ose më mirë le të themi, që nga korriku deri tani administrata Trump është kritikuar edhe për shkak të operacioneve të tjera që ka bërë në detin përballë Kolumbisë. Janë 110 vetë vrarë, nga ato ta shtuquet të sulme kundër barkave që trafikonin, po janë dhe cisterna nafte që janë konfiskuar. Do me thënë, ka kritika nga të dyja palët, por akuza për te i faktit që absolutisht është diktator, absolutisht që ka vjedhur zgjedhjet, po për te i faktit të realitetit cilët kemi, nuk është ky vetëm diktator në botë. Nuk është ky trafikanti. E përmendi zoti Hila, 5% trafikohet nga Kolumbia, pjesa më madhe shkon nga Venezuela, pjesa më madhe shkon nga Kolumbia dhe Meksika, sepse është kufiri. Apo jo, diktator, po është diktator, po ka diktator tjerë sa duhet. Se Lukashenko si ka vjedhur votat. Zoti Rakipi përmendi rastin e tapetit kuq, po unë po them diçka tjetër. Meqense se u tha këtu që ka një mandat arresti Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe kishte edhe një $50 milion sikur po kërkoshe, se ka një diferencë më. Presidenti i një shteti nuk është si Bin Ladeni, që ti mund vesh një tarif kokës atij dhe ta marrësh zvarr, domethënë ka imunitet sido që të jetë, është president. Sido që të jetë. Dhe nuk është ky vetëm diktator në botë. Por çështja është kjo që nga njëra anë ti konteston diktatorët dhe pret Putinin me tapet kuq. Nga ana tjetër flet për një mandat arresti për njerëz që prekin sigurinë kombëtare të vendit tënd. Por ti nuk respekton mandatin e arrestit për Netanyahu. Netanyahu, i cili e kërkon gjykata ndërkombëtare. Është një gjykatë e njohur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. I ndryrim presidentit që ta fal. Jo vetëm aq, po e pret. I ndryrim presidentit që ta fal. Nuk e kam aty. Amerika, Kina dhe Rusia nuk e njohin. Nuk e kam aty, kam raportin që duhet ketë fuqia me të drejtën më. Sepse nëse do flasim vetëm thjesht për fuqi, atëherë hajde kthehemi tek ligji i xhunglës dhe flasim për elefantin, për ariun, për tigrin e për kështu me radhë. Ka disa gjëra nuk e njeh, thot zoti Ila, ke drejt. Po njeh nenin 2 të kartës OKB-s. Apo se është vend antar. Edhe Venezuela, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është ndaluar që shtetet anëtare të cënojnë, të prekin, madje edhe të kërcënojnë integritetin dhe sovranitetin e vendeve anëtare. Ka marrë fund kjo histori. Domethënë, çështja është në mënyrën se si u realizua, jo për të nxjerrë Shtetet Bashkuara të Amerikës armikun, një vend i cili po ndryshon diktatura dhe po na kthe, se edhe ky është debat i madh. Çfarë do bëhet nesër me këto vende? Sepse ndërhyrja në Afganistan nuk prodhohet demokraci. Ndërhyrja në Iran fare, ndërhyrja në Irak, të gjithë vend, në Somali po njëjta histori. Është shumë e rëndësishme se mund të vinë ditë shumë më të vështira se Maduro. Dhe ku do shkojmë pastaj? Se s'ka asnjë plan çfarë do bëhet me Venezuelën nesër. Se me Madurën pastaj edhe në Libi njëjta gjë, edhe në Siri. Gjithë pranverë arabe. Shumë i vështirë eksportimi i demokracisë. Në qoftë se sigurinë kombëtare Shtetet Bashkuara të Amerikës e cënojnë këto skafët me drogë që vinë nga Amerika Latine, pyetja logjikshme që bëhet këtu është kjo, gjithë ky shtet i fuqishëm,
që merr për 49 sekonda një president një vend tjetër, nuk pas sa fuqi Ta ndaloj. siguroj kufit e vetes ti, domethënë Kur i ka mbyllur. që të bëhemi të sinqert bisedën tonë. Sigurisht që politika ka mënyrën e vet qasurit, sigurisht që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë të drejtën e tyre të shikojnë vizionet të ardhmes për vendet e tyre. Doktrina Trump në dhjetor të vitit kaluar ishte shumë e qartë. Hemisfera perëndimore do menaxhohet nga ne. Nga ana tjetër ka bërë ligje që ka autorizuar edhe ushtrinë që ndërhyjë për mbrojtje të interesat ekonomike të Shtetet Bashkuara të Amerikës, sidomos burjeve njerëzore të tjerë. Çështja është shumë e thjeshtë, zoti Rakipi. Ne jemi kthyer motamom atë që thonte Kissinger në vitet 70. Kush kontrollon naftën, kontrollon politikën e shteteve. Dhe e vërteta është kjo dhe vetëm kjo, të paktën kryesorja. Pastaj ka aksesor të tjerë ndihmës që përshtaten se plotësojnë panoramën patjetër. Venezuela është prodhuesi më i madh i naftës në botë. Po kjo nuk është problemi më i madh, se Shtetet Bashkuara kanë vetë naftë, por 80% të naftës Venezuelës e merr Kina. Dhe mbi këtë, ajo që s'duhet na iki, Venezuela ka tregtuar naftën jo me dollar, ka nxjerr dollarin jashtë loja. Ky është problemi më i madh. Qartë. Dakor? Të tjerat pastaj janë histori, hajde flasim. Po kjo pra që tha dhe sa Po pra. Ato janë vende avamposte, janë pyka, janë plasdarme, bilet fuqive jo mike me SBA. Qa do jetë indiferente SBA-ja për ato pastaj? Po, sigurisht, po pyetja që bëjmë ne, pyetja që bëhet tu është kjo. SBA-ja ka qenë pjedestali i demokracisë, i drejtave të njerëzit, i ligjit ndërkombëtar, i konventeve ndërkombëtare. Dhe çështja është kjo. Për shkak të interesave tuaja që ke me rivalët tuaj politik, me Kinën, a do i hedhësh në erë gjitha këto vlerat? Kjo është historia, sepse pyetja dytë që vjen pastaj është kjo. Çfarë dallon ty nga Kina, nga Rusia dhe nga Irani? Sepse e një lloj. E dallon sepse Rusia, Putini ka hapë, ka nisë një luftë. Vetëm nga kjo dallon. Putini është një paralele shumë e gabuar që po hedhim këtu, disa nga ne këtu në diskutim. Putini ka dashur bile me kap Zelenski, me 300 kilometra tanke, a i sulmoj Kievin, pikspari, dhe me komando... Dhe faktorën ndërkombëtare pezulluam. Mos mendoni që saj se tentoj... Jo, patjetër. Për ta vrarë, për ta vrarë. Nuk e lejoj perëndimi. I tha stop. Zelenski nuk preket. Nuk e lejoj vetas Ukrainë. Një lloj si ndodhi me Rugovën. Miloševiqi masakroi gjithë Kosovën, i tha perëndimi me Rugovën s'ke punë, zë ta prekësh. Nuk e lejoj struktura shtetit i herë pikspari, sepse në ato ditë Ukraina ishte vetëm, por ishte shtet, Zelenski ishte i zgjedhur me vota, kishte një parahistori, sulmi i punit, por du të them vetëm këtë, që Putini mos mendos se Putini nuk e tentoi këtë gjë. Më keq. Thash, patjetër. Pastaj vazhdoi luftën, janë vrarë me qindra mijëra njerëz. Po e frenuam Putini faktikisht, perëndimi e frenoi. Paralelia nuk shkon kërkund. A bie dakord që perëndimi e frenoi Putinin, mos arrestonte dhe mos e eliminonte Zelenskin? A jemi dakord në këtë pikë? Paralelja është... Atëherë, perëndimi po bën njëjtën gjë tani sot vetë. Paralelja nuk është... Respektin ndaj këtij emisioni, po e vëm duke. Nuk është për këtë shkak paralelja. Paralelja është që nuk është e mundur që një diktator, qoftë ky dhe kriminal, ti të shkosh, ta arrestosh në shtëpi dhe diktatorin tjetër më të madh, që po i kit probleme shumë të mëdha botës, e pret me qylim të kuq. Këtë paralele të bëra unë, të paktën unë. Ai ka pas një plan, Trumpi që kërkon ta përfshi Rusinë në negociatë. Ka pas një Trump që po tallet Putini me Amerikën dhe me botën. Ai mund tallet, unë jam dakord. Bile ai po tallet Putini. Këto lloj negociatash për herë të parë Putini me një Rusi të varfër, tani në kushtet që po flasim, po tallet me gjithë botën. Por shiko, unë e kam... Për shkak pozicionit të... Ato dhe më mënyrën se si është qasur Putinit, i ka bërë dëm Ukrajinës. Më mund të them, mund të flasim gjëre gjatë. Por kjo është temë tjetër. Nga skema dhe bursë.